Jo, ne konstatojmë reagime shumë të qarta nga ndërkombëtarët. Ne jemi shumë mirënjohës. Do më thënë, mund të them se në 3 hapat e mëdhej që janë bërë, së pari në takimet që u zhvilluan në Bruksel, në asamblenë politike të EPP-s dhe Komisionin e jashtëm të Parlamentit Evropian. Së dyti, në takimin që u zhvilluar në Strasburg në Komitetin e Stabilizimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian dhe streti, po thëmë për mazgjedhjeve, dita e djeshme përsëri ishte dita e Shqipërisë. Çfarë ka ndryshuar këto në Shqipëri, në realitetin shqiptar? Jo, më falë. Pra mund të konsiderohet 11 malli kapitulli i mbyllur sa i takon qeverisjes 4 vjeçare? Jo, unë mund të them këtë, se çfarë ndryshon në Shqipëri dhe do ndryshoj, ajo varet nga shqiptarët, po këto janë të domosdoshme. Këto janë të domosdoshme për të përligjur qëndrimin dhe veprimin e tyre. Këto janë të domosdoshme. Nuk vjen kush as me të krijuar qeverinë teknike, as me të rrëzuar qeverinë. Ato janë të gjitha, duhet të jenë vullnet të popullit opozitar shqiptar. Por, kjo që po bëhet, ka një vlerë shumë të madhe, se zgjedhjet janë sa kombëtare, aq ndërkombëtare, aq sa ka rëndësi kodi yt zgjedhor, ka rëndësi dokumentat ndërkombëtare mbi të cilat bazohen parimet e kodit zgjedhor. E kam thënë dhe them, zgjedhjet janë edhe kombëtare, edhe ndërkombëtare. Kjo është e gjithë puna. Gjertani ka ndërshtuar të gjitha përpjekjet e Edi Ramës, mobilizimi i tij dhe rrogjimi të tij dhe çdo lloj përpjekje për të modifikuar, për të ndryshuar raportin. Raporti, për shembull, po të lexoni raportin e djeshëm, thirrje Shqipërisë të ndaj shtetin nga partia. Kaq. Nuk ka damkosje. Ideja e partisë shtet është ideja, ose partia shtet është de facto asgjësimi i zgjedhjeve. Ata që kanë ABC-n më elementare të politikës, në qoftë se bëhet fjalë për parti shtet, do thotë nuk ka zgjedhje, ka farsë, ka zgjedhje, se procesi ndodh, por është farsë elektorale. Dhe dje në rekomandim që merr Shqipëria është të ndaj shtetin nga partia. Ideja e partisë shtet, pra, ose ekzistenca e partisë shtet në Shqipëri është tashmë botërisht e konfirmuar. Botërisht e konfirmuar, kur thuhet të ndash shtetin nga partia, nuk ka kërkesë më asgjësuese se kjo. Ju lutem, ata nuk thonë, Osman, nuk mund të thonë ju bëjmë thirrje shqiptarëve që të ngrihen për të përmbysur shtetin një partjak. Këtë nuk e thonë, se nuk është në detyrën e tyre, por ata e thonë me gjuhën e tyre të ndahet shteti nga partia nga shteti, kaq. Nuk ka nevojë, vetëm kjo frazë është gjithë raport, gjithë